Assalamu alaikum. Në këtë mësim do t'i mësojmë 2 shkronja të reja. Po fillojmë me shkronjën e parë të re, është fjala për shkronjën kaf. Shkronja kaf është sikurse k-ja e alfabetit ton, pra në shqiptim. Kjo pra është shkronja kaf kur shkruhet vetëm. Fillim fjalës kjo shkronjë shkruhet kështu, pra siç po e vreni, po dallon në të shkruar nga forma kur shkruhet ndaras. Pra në fillim të fjalës shkronja kaf shkruhet kështu, në mes të fjalës shkruhet kështu, pra lidhet me shkronja të tjera nga të 2 anët, dhe në fund të fjalës shkruhet kështu. Tu kemi shkronjën kaf në fillim të fjalës, këtu në mes dhe këtu në fund. Pra kemi ke, ki, ku. Ke, ki, ku. Ti lexojmë shembujt të kjo shkronjë. Ke, si, be. Ke, si, be. Shu, ki, ra. Shu, ki, ra. Lexoni edhe ju së bashku me mua. Fe, ti, ku. Fe, ti, ku. Shembulli tjetër është kathura, kathura. Tu kemi akifa, akifa. Dhe shembulli i fundit të kjo shkronjë është hurika, hurika. E mësuam pra shkronjën kaf, e tash ta mësojmë shkronjën lam. Kjo është shkronja lam pra, sikurse leja e alfabetit ton. Shkronja lam, kur është vetëm, pra ndaras nga shkronjat e tjera, shkruhet kështu. Fillim të fjalës shkruhet kështu pra. Në mes të fjalës shkruhet kështu, pra lidhet në të 2 anët. Dhe në fund të fjalës shkruhet kështu. Tu kemi le, li, lu. Le, li, lu. E tash t'i lexojmë shembujt të kjo shkronjë. Lahiqa, lahiqa. Shqiptoni edhe ju së bashku me mua, pra lexoni së bashku me mua shembujt. Gjelese, gjelese. Asilu, asilu. Shembulli tjetër është lebithe, lebithe. Shembulli tjetër është ulide, ulide. Dhe shembulli i fundit në këtë mësim është ugjile, ugjile. Kaq për këtë mësim, mos harroni t'i ushtroni këto shkronja dhe t'i lexoni sa më shpesh, sa më shumë këta shembuj. Allahu ju ruajt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ky kurs është i bazuar në librin Abetaria Kuranore, cilin mund ta gjeni falas në shumë librari islame ose ta shkarkoni si PDF në linkun e mëposhtëm.